Që prej mesnatës së djeshme, fshati Zvërnexë e gjysmë zona është pa elektricitet, si pasojë e vjedhjes së më shumë se 1 kilometër kabull. Si pasojë antenat televizive, antenat e radiove të policisë dhe gjithë aparaturat e tjera të cilat lëshojnë sinjal nuk funksionojnë. Zona turistike përgjatë vijës bregdetare në Vlorë, por edhe disa fshatra të saj që prej mesnatës janë errësirë të plotë si pasojë e vjedhjes së 1 kilometër kabull të energjisë elektrike. Zonat e Zvërnecit, Nartës, Manastirit, por edhe disa lagje të Vlorës po vuajnë pasojat e kësaj grabitjeje, ndërkohë që kanë ngelur pa sinjale dhe antenat e transmetuesve televiziv dhe ç'është akoma më e rëndë, nuk funksionojnë as ato të radiove të policisë. Në fakt, ky fenomen nuk është i panjohur për këtë zonë ku edhe gjatë vitit kaluar është shënuar vjedhje transformatorëve apo kabllove elektrik, duke lënë pa energji elektrike 10 fshatra e mira banor të tyre. Por nata e djeshme do të shënonte dhe një tjetër vjedhje pranë Kuzbabas, ku u vodhën 200 metra të tjerë kabull për cilës të energjisë elektrike. Policia ka nisur hetimet dhe mësohet se deri tani janë arrestuar në flagrancë 4 persona, por që identiteti i tyre nuk bëhet i ditur. Disa ditë më parë edhe në afërsitë të Orikumit u regjistrua një ngjarje e njëjtë, ku një pjesë e madhe e zonës mbeti në errësirë të plotë. Dëmet e shkaktuara janë tepër të konsiderueshme, ndërsa teli përcjellës vidhet për të shitur më pas për bakër, ku personat që e kanë grabitur llogaritet të përfitonin rreth 3 milion lekë të vjetra, duke lënë pas një defekt që ka një kosto shumë herë më të lartë.